Era e nxehtë e korrikut përzihej me aromën e mishit të pjekur dhe lulet e freskëta. Dasma ime ishte një ëndër e realizuar. Gjithçka ishte perfekte. Fustani i bardhë që shkojqente si dritë hëne, muzika live që mbushte ajrin dhe më e rëndësishmja, buzëqeshja e burrit tim, Artanit, që nuk ndalej asnjë çast. Ai më mbante për dore dhe unë ndihesha si zonja më e lumtur në botë. Të ftuarit kërcenin, qeshja ishte e pandërprer. Ishte pikrisht ajo skenë që kisha planifikuar me muaj të tërë. Mes gjithë këtij gëzimi, vështrimi im u ndesh me kunatin, Erionin. Ai ishte vëllai më i vogël i Artanit, një djalë me sy të thellë dhe një buzëqeshje që të bënte të ndjeheshe pak e pasigurt. Ai nuk po kërcente, qëndronte pranë shtyllës së taracës me një gotë në dorë, duke më vëzhguar. Nuk i kushtova shumë rëndësi. Erioni ishte gjithmonë pak i veçantë, pak i heshtur në krahasim me vëllain e tij të hapur. Mendova se ishte thjesht nostalgji, apo ndoshta pak xhelozi që vëllai i madh po martohej. Unë e doja Artanin me gjithë shpirt. Ajo ndjenjë e vogël shqetësimi për Erionin u shkri shpejt në valet e entuziazmit. Zhvillimi, 2 deri në 4 minuta. Çasti i çuditshëm. Ishte koha e valeve. Muzika u bë më e ngadalt dhe Artani më përqafoi për të kërcyer vals. Ishte çasti ën. Ndërsa rrotulloheshim, Artani më pëshpëriti në vesh. Shko e merr pak ajër se jam duke u mbytur nga nxehtësia. Të lutem, thuaj Erionit të vite kund se kam nevojë për ndihmë me dhuratat. U largova nga Artani dhe fillova të ec drejt taracës ku ishte Erioni. Ai më pa duke ardhur. Buzëqeshja e tij u bë më e gjerë, por në sytë e tij nuk ishte ngrohtësi. Kishte diçka tjetër, një vendosmëri e ftoftë. Erion, i thash duke u përpjekur të mbaja një zë normal. Artani të kërkon. Ai nuk lëvizi, vetëm piu një glënk nga gota. E di, tha ai, me një zë kaq të ulët sa mezi dëgjohej mbi zhurmën e muzikës, por së pari dua të them diçka nuse. Përpara se të kuptoja çfarë po ndodhte, Erioni më kapi për dore. Ishte një kapje e fortë, jo e dhunshme, por mjaft e vendosur për të më ndalur. Ai më tërhoqi pak nga unaza e perdeve të taracës, duke na fshehur nga sytë e shumicës së të ftuarve. E di pse jam këtu, më pyeti, duke më parë thellë në sy. Erion, çfarë po bën? Artani po të pret, i thash, duke u përpjekur ta liroja dorën. Nuk më intereson Artani tani, tha ai, më intereson ti. E di që ti nuk je këtu për dashuri, ti je këtu për para, për pasurinë e babait, dhe unë kam provat. Mbeta e ngrirë, çfarë? Cilat para? Cili pasuri? Artani dhe unë kishin filluar nga zero. Familja e tij ishte e thjeshtë, punëtor, nuk ishte asnjë pasuri. Por para se të mund të reagoja, Erioni vazhdoi. Ai nxori një telefon nga xhepi dhe më tregoi një foto. Ishte një foto e babait të tyre, duke nënshkruar disa dokumente. Në foto isha edhe unë, duke qëndruar pranë tij në një takim që nuk e kisha pasur kurrë. Ishte e manipuluar, por e bërë me aq mjeshtëri sa dukej reale. Nëse nuk vjen me mua tani dhe nuk ja thua Artani të vërtetën para të gjithëve, pëshpriti ai, unë ja dërgoj këtë foto atij dhe të gjithë të ftuarve. Martesa jote do të shkatërohet para se të mbaroj muzika. Zemra më rahu me shpejtësi, nuk isha kurrë në një situatë të tillë. Pse po bënte këtë? Çfarë donte ai? Në mendjen time mjera pyetje. A ishte xhelozi, a ishte çmenduri, por diçka nuk shkonte. Instinkti më tha se kjo ishte një kurth. Në atë moment pash Artanin, ai po vinte drejt nesh. Ai kishte vënë re mungesën time të gjatë dhe qëndrimin e çuditshëm të Erionit. Ndërsa afrohej, fytyra e tij e gëzuar u errësua kur pa dorën time në dorën e Erionit. Çfarë po ndodh këtu? Pyeti Artani, zëri i tij një përzierje hutimi dhe zemërimi të parë. Erioni e liroi dorën time dhe bëri një hap prapa, duke vënë duart në ajër me një buzëqeshje të pafajshme. Asgjë vëlla, thjesht po jepja nuses një këshill për marrëdhëniet. E di ti, si vëlla më i vogël, kam pak më shumë përvojë. Artanit ju drodh në fulla. Ai e njihte vëllain e tij më mirë se kushdo. Ai e dinte se diçka ishte jashtëzakonisht e gabuar. Përpara se të mund të flisja, Erioni përsëriti kërcënimin e tij,
por këtë herë me zë të lartë, sa që disa të ftuar aty pranë filluan të ktheheshin. A e di Artan, tha Erioni duke e ngritur zërin, që nusja jote ka negociuar me babain për një pjesë të trashëgimisë përpara dasmës, e kam parë vetë. Një përshpëritje kaloi nëpër turmën e vogël. Artani më shikoi, sytë e tij ishin të mbushur me dyshim. Ai nuk donte të besonte, por fotografia që Erioni po i tregonte tani nga telefoni i tij ishte shumë bindëse. Për një sekondë të tmerrshme, pash se ai po e merrte në konsiderat, por atëherë ndodhi diçka që Erioni nuk e kishte llogaritur. Unë nisa të qesh. Jo një qeshje nervoze, por një qeshje e çliruar, e sigurt. Erioni u ngurtësua. Artani më shikoi i hutuar. Erion, ti e kaq i zgjuar sa harrove një gjë të vogël, i thash duke hequr një zarf nga brëzi i fustanit tim. E kisha marrë atë mëngjes herët, si një surprizë për Artanin. Çfarë është kjo? Pyeti Artani. Kjo, i thash duke ja dorëzuar Artanit, është një letër nga babai yt. Një letër që ai më dha personalisht një javë më parë, kur Erioni nuk ishte aty. Babai yt e dinte që Erioni po planifikonte diçka. Ai e dinte që Erioni kishte humbur të gjitha paratë e tij në bishos dhe po kërkonte një mënyrë për të fajsuar dikë, për të krijuar një skandal dhe për të ndarë familjen. Erioni t'i ra fytyra. Ai u zbe. Artanit ju drodhën duart duke hapur letrën. Babai i tij shkruante. Biri im, nëse po e lexon këtë, do të thotë që Erioni ka provuar diçka. Nusja jote është e pafajshme. Unë e kam ftuar në takim për t'i dhënë asaj një dhuratë të fshehtë për ju të dy, por Erioni e ka keq interpretuar. Ai ka humbur gjithçka. Kujdesuni për njëri tjetrin. Pasi lexoi letrën, Artani e ngriti kokën. Sytë e tij tani nuk ishin më dyshim, por një zemrim të zjarrt. Ai u afrua Erionit. Ti, i tha Artani me një zë të ulët, të rrezikshëm, ti u përpoqe të shkatëroje ditën më të lumtur të jetës sime, duke manipuluar fotografitë dhe duke gënjyer për gruan time. Erioni u tërhoq. Tani ishte ai që ishte në qendër të vëmendjes, por jo siç e kishte planifikuar. Nga turma, rojet e salës filluan të lëvznin. Artani nuk tha asgjë më shumë. Ai thjesht i bëri shenjë rojës dhe Erioni u shoqërua jashtë, i turpëruar në heshtje të plotë. Askush nuk qeshi. Ishte një dramë e vërtet. Artanit ju kthye meje. Në vend të zemrimit, ai më përcafoi fort. Më fal, më përshpëriti. Për një sekond pata dyshim. Është në rregull, i thash duke e përqafuar gjithashtu. Por të lutem, mos haro kur se kush është në anën tënde. Dasma vazhdoi, por tani nuk ishte më një dasmë e thjeshtë, ishte një fitore. Dhe ndërsa valsi i dytë filloi dhe unë rrotullohesha në krahët e Artanit, e dija që ky ishte fillimi i një aventure të përbashkët, ku asnjë kunat i keq, asnjë foto e manipuluar nuk mund të na ndante më.